Të nderuar bashkëdhetar, shfrytëzoj rastin për zemërsisht ju përshëndes, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka e mirë, energjia pozitive, forca e Zotit, mirësisë ju përcjell kudo. I bëjmë lutje familjes së Zotit Gani Geci, të familjes të komandantit Adem Jasharit, Bacit Rifat Jashari, që të përgjegjen ftesës, lutjes, që të na bashkohen ta bëjmë një këshill të pajtimit kombëtar për organizimin e beslidhjes shqiptare të shekullit 21, që qytetarët kudo në botë, bashkëdhetarët tanë të motivojmë, frymëzojmë, shpirtnisht të inspirojmë, të pajtohen mes vete dhe të bashkëpunojmë, që energjinë pozitive ta promovojmë, me programe energji pozitive kudo në botë investojmë, edhe organizatën e kombeve të bashkume, edhe shtetet ma të zhvillume të botës, përfaqësuesit e tyre të nderojmë, edhe përfaqësuesit e besimeve të nderojmë, dhe t'ju bëjmë thirrje që me 9 maj, ditën e Evropës, të organizojmë manifestime paqësore në çdo vend të botës me sloganin dashuri, paqë dhe mirësi për çdo njeri, stop krimit, stop korrupsionit, stop luftrave kudo në botë, që të bëjmë thirrje masandej çdo të shtune, për çdo shtune kudo në botë, në artin e mendimit pozitiv të manifestohet në ora 12, të ushtrojmë lutje dhe të meditojmë për motivimin me qytetarëve, frymëzimin shpirtnisht, inspirojnë ta gjejnë forcën e faljes dhe me kuptimit pajtimin dhe bashkëpunimin për të mirën e gjithë njerëzimit. Ne kemi shkruar kushtetutën e mirësisë. Pse kombet e bashkuara duhet dhe vendet e zhvilluara duhet mas pari në vendin tonë të investojmë. Edhe qeveria që formohet 1 miliard euro të ndahen, 200 milion euro të investohen për kaz, 200 dhe në Drenic, 200 milion euro të investohen në rrafshin e Dugaxhinit, 200 milion euro të investohen në rrethin e Prishtinës, 200 milion euro në anën e Anamoravës, që ta gjejmë forcën që deri me 21 qershor ta organizojmë forumin për klimën dhe paqen në botë që organizohet në Zvicër, qose ne pajtohemi mes vete edhe ndihmojmë njëri tjetrin, edhe Zoti do të na ndihmon ne. Po mos hezitoni se ai apo ajo që lutim për mirësinë nuk e nderon. Zoti me të keqen do ta sprovon. Edhe atëherë kur hiç nuk beson dhe nuk mendon, do ta sprovon. Prandaj ju lutemi. Gjithmonë gjatë historisë humane ka pas njerëz që kanë thirrë për paqen kohën kur bota është blloku. Nuk ka nevojë, shtëpia e Zotit duhet me dalë njerit Zot kur ka nevojë për para, për banesë, për shtëpi. Ne kemi shkruar kushtetutën e mirësisë që i ka 7 shtylla, sikurse besimi islam, por është më e reformuar. Ne synojmë që edhe kishat, edhe xhamiat, edhe sinagoget, edhe parlamentet të reformohen. Shtylla e parë është slogani dashuri, paqë dhe mirësi për çdo njeri dhe ushtrimi i njerëzve, 21 ditë me vetveten me punu, me ushtru, me trenu, vetveten shpirtnisht me inspiru që të keqen me mirësi, me ndryshu, pastru apo luftu, vjetrën me tren me ndryshu. Njerëzit mund të me gjithë paqen me vetveten dhe me reflektu që paqja dhe mirësia ku do mos ndoj. Rregulla e dytë, shtylla e dytë është që secili njeri të mësohet për çdo ditë me vetveten ta punoj 3 herë në ditë, të shton lutje dhe të meditojnë, mëngjes, drekë, darkë, që ta pason zemrën, shpirtin edhe trupin, dhe vetveten ta motivoj që të keqen me mirësi ta ndryshoj, dhe kjo të bëhet traditë dhe kulturë. Rregulla e tretë është 1 herë në javë të organizohet dialog bashkëkohor, si në shkolla, si në xhamia, si në kisha, si në parlamente, si te shtëpia,
si në universitete, njerëz dialogojnë si do mundem njëri tjetrin me ndihmu, si do mundemi të keqen me të mirën me ndryshu për probleme zhvillimore. Pra, edhe deputeti, edhe kryetari komunës duhet me dhonë raport llogaridhënie. Po mas pari, pra, do të më mësu njeri me dhonë vetë llogaridhënie, mas anena një herë njavë me dhonë llogaridhënie si në familje, si në shoqëni, qysh mundëm jetën mirë me organizu. Shtylla 4 është fondi global humanitar me energji pozitive dhe organizimi i bankës botërore me energji pozitive, për organizimin e jetës me qëllim të mirë energji pozitive me pundeshme kudo në botë. Që mos metet njeri pa tarnat garantume, pa sigurim social dhe pa sigurim shëndetësor, që me mujt me dhonë dhe me marë, në vjetren me teren me ndryshu. Jo mu bo luftra e mu shkatru qytete e para me pasru. Po pa nevoj lufta mu bo shpijat e vjetra mi rëzu, mi sistemun kodra mi qit, lumet mi pasru, tokat mi punu, që mos me med njeri me vujt as kafsh mu ke shtrajtu, as tok pa punu. Dhe kjo është sfida e shekullit 21. Për shembull, të bëhet me ligj që këtë makinat çdo 5 vjet mund rru, autobusa çdo 7 vjet, fasadat çdo 3 vjet mu ly maksimumi, mobilet çdo 3 vjet mund rru. E tjera kem bo program pune që njerëzit mu marrë me punë, po jo shumë me punu, ma shumë ti ka 7 orë në ditët dhe 4 ditë në javë, që njerëz të kenë kohë për familje, për shoqëni, po pa vetësim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim kjo punë nuk bëhet. Nën 5, simbolet e energjisë pozitive. Pra, zemra me ylli me 7 rrema që ka kuptimin dashuri, paqe dhe mirësi, dhe disa simbole tjera dalin tregun botëror për bamirësi. Se njeri me bajt me veti që vetë veti me ja kujtu për çdo ditë me veten me punu, mi dhonë veti llogaridhënie edhe me kujtu mirësin, qysh mundem njëri tjetrin me ndihmu. Nën 6, shtylla 6 është 4 herë në vetë, sa herë që klima në univers ndryshon, me 21 mars, me 21 qershor, me 21 shtator, me 21 dhjetor, gala mramje në botë më organizu në ora 12 ku do në botë me manifestu, mramje në ora 21, forumi për klimën dhe paqen në botë që ma në Davos më organizu në një vend, po do të fillojmë nga vendi jonë. Pra, së bashku me organizatën Kombeve të Bashkuara, shoqata zhvillimore, si USAID, DEGEA, SIDA e tjera, po dhe në organat zatat humanitare si Caritasi, Kryqi Kuq, Hana e Kuq e tjera. Edhe në 7, shtylla e 7 është, të inicojmë që 7 qytetet paqes të ndërtojmë dhe kryj qytetin e energjisë pozitive në vendin tonë të ndërtojmë, se janë të shkru me 6 libra dhe 7 është ju shkru, edhe dhe tjetë për karierën teme fundi. Do të thotë, ne do t'i bëjmë lutje njerëzve ku do në botë, që ta gjejmë forcën njëri tjetrin ta nderojmë, ta falmi dhe ta ndihmojmë që mos metet prap njeri me vujt, që edhe jetën edhe dekën t'ja lehtësojmë. Pra, ju bëjmë thirrje që takohemi edhe me liderët politik, edhe të bëjmë thirrje publike që me 9 maj, ditën e formimit të Evropës, me sloganin së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropën dhe civilizimin, ta shpëtojmë dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, kudo në botë, me simbolin e energjisë pozitive, që forcën e energjisë pozitive të Zotit mirësisë e promovon, marshojmë, manifestojmë, që gjithë botës t'i tregojmë se ne mundim me bashkëpunu, ne mundim njëri tjetrin me ndihmu, se ju e dini shumë mirë, se gjithmonë kur bota u gjet në katrahurat në Zoti ka çu njerëz edhe ka mbo thirrje. Edhe profeti Isa ka thonë duje dhe armikun tënë.
edhe u bo kisha që njerëz jenë shku, jenë rrëfy, edhe jenë falë, edhe jenë amnestu, edhe kanë gjetë paqen me vetë vetën dhe kanë reflektu. Po edhe xhamia, kur profeti Muhammed luftën më të madhe që ka bo luftën e Bedrit, në një fush ku jenë vrarë mijë njerëz, para mendoni një fush me të prem, 1000 vetë, se ka një profeti vetën me 1000, me konë maca ose zoj 1000 vetë vram të prem, të masakrum, është e tepër. Atina i ka ardhë besimi që kur u futën shpellë dhe ju ka lutë Zotit mja falë gabimet se qa kanë bo. Se ka shpirtat, aty në të vdekur me nuk kanë lonë të qetë me jetu. Se dhe jo, me gjdo shpirt që këni, ke shtrajtu, këni mu balafacu, se ditën nata e vorët kam i ardhë ju. Edhe është ligji i Zotit mirësis, që apo ajo që lutim për mirësi nuk e pranon, pa ardhë dita me kujtu, me të keqen nuk bën. Nuk ndodhe rasi se bëhet një aksident edhe ju me të një paralizum. Ose nuk ndodhe rasi që dikush fëmin tën të abolizon, të apordënon, apo të keqtrajton, apo nga menja e bën me kalu, edhe bën vetë vrasje. Këto kanë ndodhë edhe janë tuke ndodhë. Po për me ardhë vedisimi, ndërgjësimi që edukata pozitive në shkolla me hi, në universitete, në përshpija, ku do energjia pozitive me dialog, me zemër dhe shpirt, me komuniku që mësë mja bo, kujna që s'kini qemi dikush mja bo ju, është ligjet të reja, me formula të reja, me regullat të reja, që garantojnë barazi, harmoni në jetën e qytetarve, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Dhe vendi jonë do të bëhet vendi shajt. Ne e kem bo dhe planin urbanistik të Prishtinës, që nga Arbëria e në breg dillit me shku në shetitore, se lija energjisë pozitive mu bo te biblioteka kombëtare. Gjithë shka do të shkon me nën kalime, mbi kalime, me rreth rrotullime nën teksore, që qysh ka thonë edhe për parim Rama, që shetitoria do të bëhet deri te Flamuri, por nën tokë do të mu bo tunele, komunën, komunikacioni, lirshëm me qarkullu, e tjera, e tjera, e tjera. Do thotë, kjo është plani urbanistik i Prishtinës, për selinë e energjisë pozitive. Jo, nuk e një lexu, po edhe Vatikanin, i lirët e kanë formu, edhe krishtenizmin, i lirët e kanë kriju, edhe besimi i parë se nuk ka Zot, veç një Zot është, që dallime nuk bën. Në fjalën e urdh, punën e mirë, veprën e mirë, që çdo gjallëse jetën dhe vdekjen ja leson qëndron. I lirë ebrej, budist, hinduist, krishterë, musliman e tjerë, vëllezër dhe motra janë prej ardhmë për Hazreti Ademi apo se kanë. Ju sa më shpejt mu pastru shpirtin e juve, trupin e juve, mendjen e juve, që mu kthy mirësia në familjen e juve dhe vendin ton nga gjithë bota, njerëz ta vizitojnë, nga nesër një ditë qëndrojnë, buxhetin ta dhe të fishojmë që edhe pensionerat që rritet pensioni, është shmendurimi, thoni pensionerit me 120 euro, pension me pagu rrymën, nxemin ose ato, me shku në spital, mos me pas barna mu shëru. Po këto ka bo sistemi i kalbër, i imperializmit, po për mi thirë vllazërit tonë, edhe nga nacione tjera, që të keqin me të mirën ku do me ndryshru platforma energjisë pozitive, ku do me organizu njës inteligencën emocionale me zhvillu, po edhe zonjën Miramarku, që po do me investu platformën energjisë pozitive, edhe Elon Musk taftojmë që e para, pse është kjo zemër këtu? Se zemra, Dartania është zemra e botës. Në qoftë bota nuk pastron zemrën, trupin e njeri, nëse trupi nuk e pastron zemrën, edhe mendjen, nuk mundet trupi me qarkullu, energjia blokohet dhe vjen deri te vdekja, edhe bota është bloku. Si kur një frimar është i lutëm Zotit me zemër dhe shpirt lutjen na nderon, një frimar e mendjen tonë ta regjistron si formul që të keqen me mirësi ta ndryshojmë, pastrojmë apo luftojmë, që paqja dhe mirësia në trupin e qytetarëve ku do mbosundoj. Është formë e meditimit, ushtrimeve, trajnimeve që duhet për çdo ditë mu praktiku, që njerëzit me veten me punu, që mirësia të kthehet në jetën dhe qytetarëve dhe sundoj. Ju falenderit në mirëkuptim, ju presim në bashkëpunim.